ka përfunduar seanca gjyqësore, duke u dhënë vendimin për autorët e vrasjes së 20-vjeçarit Grejbi Huci më 11 mars të vitit 2024 në qendër të qytetit të Fierit. Mesditën e së hënës janë paraqitur të gjitha palët, pasi është dhënë edhe vendimi. Sipas burimeve zyrtare nga gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit Fier, seanca gjyqësore është zhvilluar në masa të rrepta sigurie. Trupi gjykues përbëhej nga kryetar Genci Busho dhe antar Vladimir Ciapi dhe Ilira Hroni. Prokurori i çështjes ka qenë Petrit Vukaj, ndërsa dy autorët e akuzuar për vrasje mbrojeshin nga avokat Ervis Goxhaj. Pasi u lexuan faktet në dosje dhe dëshmitë të dhëna në prokurori, Petrit Vukaj ka kërkuar shpalljen fajtor të akuzuarve, ku për Florian Mukën ka kërkuar 25 vjet burg dhe për të miturin me iniciale KM 12 vjet burg. Mbrojtja nga ana e saj, e përfaqësuar nga avokat Ervis Goxhaj, ka pohuar para trupit gjykues se Floriani ka pranuar vrasjen, por ka thënë se e ka kryer në kushtet e vetmbrojtjes. Ndërsa i mituri KM, 16 vjeç, ka pohuar se ai ka qenë prezent kur ka ndodhur sherrri dhe është kryer vrasja, por vetë nuk ka kryer asnjë veprim. Dy të akuzuarit kanë kërkuar falje dhe kanë shprehur pengesë për veprimet e kryera. Akuza ishte vrasje me paramendim, e kryer në bashkëpunim sipas nenit 78 fraksion 1 për Florian Mukën, për të cilin u kërkua 25 vjet burg, por meqense ka pranuar vrasjen, ka pranuar faljen, u dënua me 12 vjet burg në bazë të nenit 76 dhe për të miturin 12 vjet për moskallëzim krimi, i cili u dënua me 1 vit burg, gjë që e ka kryer në paraburgim dhe është lënë i lirë.